إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi ka qenë Allahu Dhul Jalal, I cili na I ka mush menën edhe me çdo mend që I kena pak, na ka prunë xhami. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili është mësuesi më I mirë I njerëzisë. Po ashtu këto salavate I takojnë familjes tina, të pastët, shokëve tina, trima dhe besnik, dhe lut Allahu Dhul Jalal që këto salavate me pas të gjithë na pjesë, pasi që kemi dëshmu që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërgumi I tina. Vëllezër, sot po du me lexu një ajet për para juve, jo që nuk e dini ndoshta krejt, po shpesher njeriu harron që ata shka kanë dëgju. Allahu Dhul Jalal po thot: "Nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum." Na e kemi nda furnizimin ton mesin e juj. Furnizimin, apo riskin. Fil hayati dunja, këtë botë, dhe thotë Allahu Dhul Jalal, kur të ka qitë mas pari herë këto, ta ka planifiku sa ka me ka përcina për këtë fitin ta. Të dajtë mi atje ka Kosova, I thojnë këta se ka bon kovaci. Po kush e ka bon? Allahu Dhul Jalal. E kur e ka bon, ja ka përcaktu edhe riskin. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. E masane Allahu Dhul Jalal disa prej neve I ka ngrit, disa do thot I ka lënë pak ma poshtë. Disa do thot nuk ja din qoshin pareve sa I kanë. A disa gjunaha do thot duhet me lip, ban lipsa. Ama kjo është me përcaktimin e Allahut, atina I kosh me falë. Ai do thot I ka përcaktu edhe pse I ka përcaktu e din mas miti. Se dikan me bo mi dhonë shumë pare prishet. Allahu Dhul Jalal nuk ka qef me dhonë, ka qef me lanën pa pare se ne ma burri mirë. Ama dikan me bo me lanë pa pare, gjenaj pa pare prishet. E atina je për shka që për me met burri mirë. Hikmetin këtu veç Allahu Dhul Jalal e din. Ama janë do punë masanena mes neve. Shka për thot? Ba'd wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. E na do thot I kemi ngrit njëri tjetrin, do thot si kena bon këtë barabar, derexhet në shkallë, disa janë pak shumë më nalë, disa pak më poshtë. Frik një ditë po foli me një kusherit tem, ishte atje ka Zvicra, e po ma thëllë një traditë, se këshat një kur, tha. A ke po shpijat që kanë për mi, tha, huta, di e tha që është miliarder. Ama si mësë ka hut, nuk kam rrinte me këtë dërejgjën e miliarder. Shpari herë kësha ngu e kur, se kësha një katë përparë. E dikush do thot, për mi shpi ka hut, ama dikush nuk ka hut, me cilën do thot, mundët mu krenu për para njerëzve. E qëtaj, ki shka ka hut, shka ban, merë do thot punëtor, për mja kry punë, se ka pare shumë edhe ka punë të mdoja shumë, edhe do thot, kejtë vetë se një kry, për do të mi kry da një kush. E zakonisht ka dhe një herë, kër e merë dhe një punëtor, ban edhe hajgare me ta, pse sa është pak ma poshtë. E Allahu Dhul Jalal e ka përmenë, derexhetin ba'dahum ba'd sukhrija. Do thot, dhe një kush ban hajgare me atë, punëtorin do thot, shka e ka monë. E nuk ban me ban hajgare. Sa Allahu Dhul Jalal edhe atë pasanikin, po edhe atë fukaraj një zemër ja ka dhonë. Si e ka dhonë kur kujna ka 2 zemëra. Ban për në vaki ka të nërë I kije 7 gishta, vend që mi pas pensi kije 7, 6, ama zemëran, këti këna ka një zemër. Se kur kujna Allahu Dhul Jalal në gjoksin e tina nuk ja ka vënu 2 zemëra, po ja ka vënu 1 zemër. Inshallah Allahu Dhul Jalal na I përmison zemërat. Masa e shka për thot, rahmete rabbike khajru mimma yajma'un. Rahmeti Allahu Dhul Jalal është më I mirë
se çata shka ju e grumbulloni. Se njerëzit mi dhonë sa mi dhonë, syni abet nuk ju plëcohet, i me të bosh. Synin e mush veç dheve, që, dhe thot, kur ta vnojnë, diku big dhej për mije, që atëre bon shtaman. Ama tëri sa më stavnojnë dheve, ki qef mishtu. Edhe e keni pa, dhe thot njerë, kur i ban do pare, ne i numëron, sa i ka. Helbetëm mos pjështohen, hala ma tim. Nuk shtohen ato që të shkanë. Ama pse ashtë tradit njerëzore mi nje paret, edhe mi këshira e ke grumbullu, asë si ke grumbullu. Qashtu, Allahu dhul gjelal në ka bon. Edhe pse riski o dhezër, ashtë i garantu në pjanës Allahu dhul gjelal. Do njerëzi, ndo këtë nuk e kanë kuptu këtë punë. Allahu na faltë. Unë nuk përdi, apo ngoni edhe ju sukurone, apo shifni edhe ju sukurone, apo ndoshta ju shifni ndryshe, edhe ngoni ndryshe, unë e shof ndryshe, edhe ngoj ndryshe. Një dit, ka orë një dit njënit të gjamia këtu, elhamdja shka i kena këtë zyrën për konsultime, hoqëve tha e kam një halë të madhë. Hajde, thash, më s'ka ra dalin beloha, pali shka bojnë, punat i në hajra, dhe shfar halë ki, tha këshire, unë e kam jetën për marak, e kam një gjallë, e kam një qikë, e kam grujen, e kam punën, ketë, e kam, ama pa dashje më kam me të gruja 7 zanë. E po qëta e shka qëfar halë e kiti, po si të lindë, tha gjallja qika, po tënë, do të masene me andeshën një shpia tina, po do të mi po darëse, me do të kujtë ju në shka, po tënë, hini nga për film maja, këta. Thashë, subhanallah, që kitë halë e kina na muslimanta, a pëtën, Palestina që shka pi vrasin fmit, papa, a pëtën një pap, ka Evropa atje pi lezon emnat, se sa fmi i kanë vra, atina pi udhimet, a pëtën, edhe neve për në dhimet, këtina dhe thët nuk pi udhimet kush e vladi i vetë. Shka Allahu dhul gjelal, ja ka dhonë dhurat, e dhe thët qatë dhuratën, shka ja ka dhonë Allahu dhul gjelal, faktikisht po donë me gjujtën bërlak. Suko ti për shemull e zgedh dhe një kanë, e thu qeve maj që të 100 dinar, shka 100 dinar, ja veç, gjuj që ati gjuj pra pëtën. A nërvëzohesh ti? Ti, si insan nërvëzohesh, e mësfolna dhe thot, Allahu dhul gjelal. Për këtë arsyje, Allahu dhul gjelal ka zbrit special ajet në Kur'an. Shka për thot? La taktulu auladekum khashyata imlak. Mos i mirtni fëmijët e juaj prej frigës varfënies. Dhe thot kjo anomali i thojna për këta. Shqip me thonë i let, ose smuje, ose bolest, ma mire më na vesh, ku na folin maqedonisht, ki bolest nuk ka vesh pin kohën e gjahilet lëkit. Ki bolest e ashtë edhe sot, ani pse i na bo modern në kahije, dhe thot dunjoj sot me qatë gjibitien, me folin, shka me bon, shka me maru. Dhe thot në atë vakt, mushrik, s'po foli për musliman, i kanë mytën qikat e veta, gjaba. Pse i kanë mytë? Se helbetër nesër ku të rritët, ndoshta mësë bëndë lavire, kështu ma mirë pisodit e vrasë që mësë bëndë lavire. E ka mytë shka se ka posë burni, e pëtën, i ka vjetë i natit, dhe thëtë nëse e vladi vetë nesër bëndë lapen. Po na sot, e pëtën, hala parë në dunjo me mitë e vladin, me dur të tua, Allah e na i falë kësuret. Mirë që kanë të na majë që kjo tokë, e pëtën. E tash, që të lajmë veç unë e pini, apo pini një edhe ju. Nuk e di, a këtën. Ama kjo është një gabim shumë i madh. Kur Allahu dhul gjelal donë me të shpërbly, a ti nuk e donë shpërblimin që Allahu dhul gjelal të ka dhonë, a dikush mundohet gjënohi me shku në Turki, pse se ishte një spital a gjesh ka për të bënshin in vitro. A këtën, e shkanë që e in vitro, po me ta morë tyje spermën tonë, ma që me bon gjallja qi. E rifi e pare, për mu bon babë ki, Allahu dhul gjelal, për donë me babë, jo nuk du mu bon, në udhu billah. Dhe thot shka, e myt e vladin e vetë prej frigës shka, se mës për bon të fukara, në udhu billah. E Allahu dhul gjelal, për na donë neve, ma shumë se sa babalartë e tonë, shka na dojnë. Ma shumë se babalartë e tonë, shka na dojnë. Pse, pikujt për nëzirë këta, shka për thot, wala taktulu auladakum khashyata imlak. Nahnu narzuquhum.
Nahnu narzuquhum, na jemi ata çka i ushqejna fëmijët e juve, po edhe juve. Do thot riskin çka na vjen neve, Allahu dhul xhelal po e çoj ka për dashni të fëmijëve tonë. Para mendoj, do thot i do fëmijët e tonë më shumë se na çka i dojna. Kush? Allahu dhul xhelal, i cili është i mëshirshëm për muslimanët. Inshallah Allahu nuk na shlon pi durve tina. Për këtë arsye kanë shkuar kanë vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ayu dhanbin a'zam. Cili është gjunohi më i madh? Monë men. 3 gjunohe janë, nuk janë shumë. E para çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? An taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqa. Nëse Allahu dhul xhelal ja përshkruan një shok, ai të ka krijuar tyje. Ha? Sugur shkijet, për shembull, thonë që Allah i ka gjale, ka gruje, ka çike. Do thot, për çata do thot, shkijet janë burat këshi. Pse? Se Allahu çka i ka krijuar Allahu, çka i ka krijuar, shkojnë janë gjesin një ortak. E çka është gjunohi më i madh? S'ka gjuna më të madh se kjo. Allah i na ruaj inshallah. E dyta çka është? Thumë e veti ki sahabia tha. Po masën e çka është? En tektul waladaka khashyata an yut'im ma'ak. Me myt evladin tan pi frigës se mos po ushqehet me ti. Naudhu billah. Do të tavraj unë evladin tem, pse se nëse kur të rritet, do të më hang me mua, do të më ndrej shtëpia, do të më bëj darsme. Hin do thot na për filma. Çka është gjunohi i dytë? Edhe e treta, kultu thumë qale an tuzani halilet e jarik. Naudhu billah. Me shku me ba zina me ka me grujën e kujshijës. Kujshije ki që ati apëtën, ti do thot ja përdor grujën për të keq. Po dreqit hanë, ku gjete ti me shku mu zëglavit bashkë me kujshijen ta, i cili do thot ka respekt për tyje. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë aleikum bijar, aleikum bijar, aleikum bijar. Qaç shumë na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa që jemi tut kojshin mos beshtin hise. Ha? Qaç shumë çka jemi tut. Ati çka do thot po shkon pe prek çati në të pacën, ma tronë, familje, a ka ma shumë do thot se sa me prek në familje. A kjo ku po na ndodh? Po na ndodh neve na për familjet tona, naudhu billah, te kushite tona. E mos hina hala shka punie, shka po shumë. Inshallah Allahu dhul xhelal na fal. Për këtë arsye jo vëzë. Do thot runu prej këtyre 3 gjëra. Runu prej shirk, runu mos i mitni evlat e juaj. Runu e ftyrën mos u përzini me kushit mi bon dam kushijës. A ma shumë shka mundesh mi bon dam kushijës, shka është mi ja përdor nderin për keq. Unë e moj men si fëmi. Ka pas këtu edhe shkijet e na në mahal, kur vike da një shka, ose kur vike da një jabanxhi, e marqin të rritë në pyte, shka lip ti këtu, shka silësht ti këtu pari. I kanë rujt do thot në derin edhe të shkijeve, jo të muslimane, po edhe të shkijeve i kanë rujt në derin, pëse me ardhaj musilna për mahallën tonë. Dërsa sot e kundër ta, naudhu billah. Inshallah Allahu dhul xhelal na drejton. Për këtë arsye pra, mos harroni këto 3 parime. Janë shumë parime me rëndësi. E inshallah Allahu dhul xhelal na ban pe atënve çka i kemi frikë Allahut, edhe çka kemi pa mëshirë për evlatët e tonë, edhe inshallah bëmi pe atënve çka kemi pak ftyrë, që me mujt dikush nesër më na thon selam aleikum, e mos me hub ftyrën krejt. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله. Çka arabisht, do më thonë, e thash që tash ka e thash për para juve, e lusë Allahu dhul xhelal për mu edhe për juve falje, Allahu na falë të gjitha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Unë mas pari herë kërkoj falje pi krejt xhamatit, po pastaj kërkoj falje edhe për vetë tem, se ndoshta kom fol tani fjalë çka s'duhet më fal, çka nuk meriton më fol në hutbe. Por o vëllezër, ka do thotë burra të mirë, ka burra të cilët falin namaz, ka burra të cilët japin zeqat, ka burra të cilët kujdesen për kushien, ka burra shka kujdesen për jetimin, ka burra shka kujdesen për xhamin, ka burra shka kujdesen për vakfin. Se mos me pas nuk na man tokë, po inshallah Allahu i drejton që ata të cilët bojnë gabime. Pse? Se ki vakt hala mu drejtu, para se mu bon së kur kënë vlavin që ka e kena këtu për para neve. Kur desh mo në ka drejtim, ama tek tërë të sa merë frym, ki vakt hala me u pendu. Për atë arsye për thëtë Allahu dhul Gjelal, ma kana Allahu ju adhibahum wa ente fihim. Allahu nuk i ban azab sahab për deri sa ti o pejgamber je në mesin e tinëve. Wa ma kana Allahu yu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. Edhe Allahu nuk i ban azab për deri sa ata bojnë istighfar. S'ka be shumë muhabet to. Astaghfirullah. Që a pse sa let është? Astaghfirullah. Po me thonë që atë astaghfirullah tamam me zemrën, me ta ndi zemra jote që vallahi e bona keqbe, Allah i ma fal. Se cili mund të me gabu, ama kur të gabon, bile le pendohet pak shpirtërisht. Le thot një herë astaghfirullah, e inshallah Allahu dhul Gjelal na i fal të gjithë. O vëllezër, mos harroni se është shumë se vapi i madh sot me çu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa është ditë Bajrami sot. Bajrami ka muslimani ka 3 bajrame. E ka Kurban Bajramin, e ka Fitr Bajramin, edhe e ka Xhumaja. Edhe Xhumaja do thotë është me këto në rang 3 bajrame. Një bajram do thotë i ka 4 ditë. Një bajram, një ditë, edhe që ki bajrami do thotë se e falna na Xhumaja. E masi ta falna Xhumaja, fantashiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Shpërndahuni na për tokë edhe lipni pra riskin, lipni pra dhuntin që Allahu dhul Gjelal ja ka dhënë. Nuk është mora me nejtë veç në xhami, e fale, erdhe, u lute, i rave istighfar, pullve tua shke ki bon, mas ta falë Xhuman, ti të pra puno, banu ti dora e për mësë banë dora e pashtër. Inshallah Allahu dhul Gjelal na fornizon prej halalit. Edhe inshallah i hargjojna në halal që ato shka Allahu dhul Gjelal na i ka dhënë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون